Shtigjet e mësimit i gjejmë tek regjistri kurset. Pra në anën e majtë, klikojmë tek shtegu i mësimit dhe më pas shfaqet dritarja ku shihen të gjitha shtigjet e krijuar deri më tani. Për të krijuar një shteg të ri, atëherë klikojmë shteg i ri. Shtegu i mësimit për mësimdhënësit nënkupton lëndën mësimore. Kodi i shtegut të mësimit është SM që nënkupton inicialet e shtegut të mësimit me pas 3 shkronjat e para të lëndës, niveli pra klasa. Titulli pra është fjala për lëndën mësimore dhe niveli. Tek mësimdhënësi përzgjedhim mësimdhënësin përkatës të kësaj lënde ose këtij shtegu duke e pranuar. Pra, klikojmë prano në hapësirën përshkrimi, mund të bëjmë përshkrimin e këtij shtegu, pra çfarë përmban ky shteg. Më pas klikojmë ruaj. Siç na njofton, shtegu është krijuar. Afër shtegut të mësimit, vrejmë që kemi një regjistër tjetër siç janë aktivitetet dhe vërejmë se më poshtë nuk është asnjë aktivitet i vendosur në këtë shteg mësimor. Gjithashtu, janë dhe kategoritë të cilat nuk mund të përcaktohen përderisa nuk ka aktivitete brenda. Ky është krijimi i një shtegu të ri.